Të dashur teleshikues, po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Nisi sot kampionati 17 i shahut për djeme vajza të shkollave 9-vjeçare në Bashkinë e Lushnjës. Kampionati, ku marrin pjesë më shumë se 12 shkolla, organizohet nga Qendra Kulturore e Fëmijëve në bashkëpunim me Zyrën e Arsimit Parauniversitar dhe me mbështetjen e bashkisë. Pjesëmarrja e fëmijëve në kampionatin e sportit të mendjes është e kënaqshme, shprehet drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Sajmir Bahja, dhe ndeshjet e shahut do të ndiqen nga një arbitër profesionist. Sapo ka nisur kampionati i radhës, kampionati 17 i shahut për vajzat e djem midis shkollave 9-vjeçare Bashkia e Lushnjës. Siç e shihni, pjesëmarrja e nxënësve është goxha e kënaqshme. Shkollat, pothuajse janë mbi 12 shkolla që janë pjesë e këtij kampionati. E njëjta gjë përsëritet edhe këtë vit, ndeshjet do të kenë një arbitër profesionist, i cili është trajneri i ekipit të shahut pranë qytetit tonë. Siç e thash, pjesëmarrja është goxha e kënaqshme, fëmijët janë të interesuar për këtë sport, sporti i mendjes, siç e quajnë vetë shahistët. Shpresojmë që kampionati të vejë sa më mirë dhe fitoft më i miri. Shahu është përfshirë si pjesë e rregullt e kurseve që Qendra Kulturore e Fëmijëve ofron, pasi synon të nxjisë zhvillimin intelektual dhe kulturën sportive tek fëmijët. Një aksident me pasojë plagosjen e një 65 vjeçari që udhëtonte me motociklet ka ndodhur rreth orës 11:30 minuta në aksin nacional Pushimi shoferit Divjak. 65 vjeçari udhëtonte me motociklet në drejtim të Divjakës, ndërsa në dalje të fshatit Gur ka humbur kontrollin dhe është rrëzuar në rrugë. Ambulanca e ka transportuar me urgjencë drejt spitalit të Lushnjës me lëndime të shumta, ndërsa policia e rendit në Divjak ka shkuar menjëherë në vendngjarje së bashku me njësinë e qarkullimit rrugor dhe grupin e punës për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. Sipas të dhënave të para, dyshohet se 65 vjeçari, banori fshatit Kryekuq, ka humbur kontrollin dhe është rrëzuar në një pjesë të drejtë rruge, por ka qenë e pamundur që ai të fliste se çfarë i ka ndodhur, pasi ka qenë në gjendje të rëndë. Nga Spitali i Lushnjës konfirmohet se ka fraktura të shumta në kokë dhe gjymtyr, ndërsa nuk dihet nëse kaskën mbrojtëse e kishte të vendosur apo jo gjatë momentit të aksidentit. Segmenti rrugor Pushimi shoferit Divjak është një aks shumë i frekuentuar nga motocikleta dhe në të shkuarën ka pasur aksidente të rënda deri dhe humbje jete. Finalizohet operacioni policor i koduar Gans për goditjen e armbajtjes pa leje në Fier. Policia kapi dhe vuri në pranga 41 vjeçarin që qarkullonte me automjet i armatosur me armë zjarri. Në pranga ra edhe një 21 vjeçar pasagjer në automjet për veprën penale moskallëzim krimi. Sekuestrojnë arma e zjarrit tip pistolet, një armë sportive, automjeti me të cilin udhëtonin të arrestuarit dhe 2 celular. Sipas njoftimit të policisë, në vijim të punës për goditjen e armbajtjes pa leje dhe identifikimin e personave që qarkullojnë të armatosur, shërbimet e komisariatit të policisë Fier, bazuar në informacionet e siguruara, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Gans. Në kuadër të këtij operacioni u arrestuan shtetasit JB 41 vjeç dhe AL 21 vjeç, të 2 banues në Fier. Gjatë kontrollit të automjetit që drejtonte shtetasi JB, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një armë zjarri tip pistolet me 5 fishek në krahër. Më pas, gjatë kontrollit të një servisi në pronësi të shtetasit JB, u gjet dhe u sekuestrua një armë sportive tip pushk ajrore. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprat penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi e armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit, dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive në ngarkim të shtetasit JB, si dhe moskallëzimi i krimit në ngarkim të shtetasit AL. Greqia po punon me 4 vende të tjera evropiane për të ngritur qendra deportimi në vende të treta, për emigrantët kërkesat e të cilëve për azil refuzohen, tha të mërkurën ministri grek i emigracionit. Thanos Plevris tha në televizionin shtetëror grek RT se Greqia po punon me Gjermaninë, Holandën, Austrinë dhe Danimarkën për krijimin e të ashtu quajturave qendra kthimi. Ministrat nga 5 vendet janë takuar tashmë për të diskutuar çështjen dhe ekipet teknike që do të takohen këtë javë. Plevris nuk specifikoi se cilat vende po konsideroheshin për të vendosur qendrat e kthimit. Ministri grek shpjegoi se ngritja e këtyre qendrave do të shërbente si demotivim për emigrantët që nuk kanë gjasa të marrin azil.
E vendosur në skajin juglindor të Evropës, Greqia për dekada të tëra ka qenë një nga pikat kryesore të hyrjes në Bashkimin Evropian për njerëzit që iknin nga konflikti dhe varfëria në lindjen e mesme, Afrikë dhe Azi. 10 mijëra njerëz arrin në vend çdo vit, shumica përmes udhëtimeve të rrezikshme detare. Athina ka pasur një qendrim gjithnjë më të ashpër në trajtimin e emigracionit dhe rojet e saj bregdetare janë akuzuar shpesh për dëbimin e menjëhershëm dhe të dhunshëm të emigrantëve, pa u lejuar atyre të aplikojnë për azil. Qeveria e mohon kryerjen e praktikave të tilla. Plevris tha se ka pasur një ulje prej 21% të njerëzve që mbërrin në vend ilegalisht në vitin 2025 krahasuar me vitin 2024. Giganti teknologjik Apple ka lëshuar një paralajmërim urgjent për përdoruesit e iPhone, duke i nxitur të instalojnë sa më shpejt versionin e ri iOS 26.3. Sipas raportimit të Daily Mail, përdecimi korrigjon 39 dobësi sigurie, disa prej të cilave mund të lejonin sulmuesit të aksesonin të dhëna personale apo madje të fitonin kontroll të pjesshëm mbi pajisjen. Raportet e sigurisë tregojnë se një pjesë e këtyre cënueshmërive mund të jenë shfrytëzuar tashmë në sulme të targetuara, çka e bën përditësimin edhe më urgjent. Apple thekson se instalimi menjëhershëm i përditësimeve të sigurisë është thelbësor për mbrojtjen e privatësisë dhe integritetit të dhënave. Përdoruesit që nuk kanë të aktivizuar përditësimet automatike mund ta instalojnë manualisht duke ndjekur këto hapa: Settings, General, Software Update. Ekspertët e teknologjisë nënvizojnë se përditësimet e sigurisë nuk sjellin vetëm përmirësime teknike, por mbrojtje direkte ndaj kërcënimeve kibernetike që mund të kompromentojnë informacionin personal. Ndërkohë, sipas gazetarit të Bloomberg, Mark Gurman, Apple po përballet me sfida në zhvillimin e versionit të ri të Siri-t. Fillimisht pritej që disa nga veçoritë e përmirësuara të prezantoheshin në iOS 26.4, por publikimi është shtyr për shkak të problemeve të hasura gjatë testimeve të brendshme. Sipas raportimeve, Siri e përditësuar mund të përfshihet në iOS 26.5 që pritet të lançohet në maj, ndërsa disa funksione më të avancuara do të mbërrinë vetëm me iOS 27 në shtator. Testuesit e brendshëm kanë raportuar përgjigje të vonuara, trajtim jo të saktë të pyetjeve komplekse dhe kalime të papritura në ChatGPT në vend të modeleve të vetë Apple. Në këtë situatë, mesazhi është i qartë. Nëse përdorni iPhone, kontrolloni menjëherë përditësimin. Një instalim i thjeshtë mund të bëjë diferencën mes sigurisë dhe ekspozimit dhe rreziqeve kibernetike. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.